në raportime trilluese ruso-sërbe, zërathilla e gjykatës speciale të Kosovës është në raportime trilluese ruso-sërbe për trafikim organesh që bëri bujt padrejtësisht në botë. Këtë çështje inekzistente që doli nga kuzhinat e shërbimeve serbe me institucione ruse e hetoi edhe tribunali i Hagës dhe konstatoi që nuk është e vërtet dhe mbylli hetimin. Kohë më pas, Dik Marti e riaktualizoi mediatikisht këtë temë përsëri me porosi ruso-sërbe dhe inicoi miratimin e raportit në Këshillin e Europës që detyroi themelimin e gjykatës për të hetuar trafikimin e trilluar të organeve. Pra, kjo gjykatë u themelua që të zbardhë pretendimet për trafikim organesh në mandat nga 1 janar 1998 deri më 31 dhjetor 2000. Kjo gjykatë u themelua nga vetë Kosova me qëllim që t'ja pamundson Serbisë që nëpërmjet Rusisë ta themelojë atë në Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe ta rikthejë UNMIK-un, ku Rusia ka të drejtë vetoje. Kur u hetua dhe u kuptua që çdo gjë ishte një trillim propagandues për ta nxirrë imazhin e luftës tonë shlirimtare, prokuroria nxitoi dhe përpiloi një akt akuz tjetër në ditën kur në Washington, në prezencën e presidentit Trump, duheshte të nënshkruhet marrëveshja për njohje të ndërsjellë midis Kosovës dhe Serbisë dhe përfundim të asmërisë shekullore, pandarje dhe shkëmbim territoresh. Sot, të gjithë jemi dëshmitar se akt akuza s'ka të bëjë me trafikim organesh, por është një reciklim i akuzave të mëhershme ndaj Ramushit, e Fatmirit dhe të tjerëve. Sot, ata po gjykohen si çlirimtar, si njerëz që kanë kapur pushkën për të mbrojtur pragun e shtëpisë dhe popullin e vet nga gjenocidi serb. Shënjestër.net